i qetë, tani më ke mua. Prit pak, nuk është qasti dur. Pa shiko kush na qënka, princesha jonë Siren me perlën i shile. Qënke ti e riru, ma mori mëndja se kjo stuhi ishte vepër e jotja. Se zonja je, tani do të vish me mua, des durata për patronin tim të dashur. Mos më thuaj që erdhi një nga Dark Lovers tani. Dhe serialet tona dublim me shiv. O jo, bashkësia ime filloi të ndriçoj. Do t'i ketë ndodhur diçka e ri nëse se Hanonit. Sa do doja të rija me ty, por nuk mundem. Fatkeqësisht duhet të iki. Sigurisht, nuk kam zgjidhje tjetër. Kajto, më fal, por tani duhet të iki. Çfarë? Po pse pikërisht tani? Mirupafshim, do të shihemi. Tano, Lucia, ti qënke mirë? Po, Rina ku është? Nuk e di, e mora, por nuk më përgjigjet. Pra, ajo ka nevojë për ndihmën tonë. Zëri i perlës roz, Zëri i perlës blu. e pse s'po vinë miket e tua princesha Sirena të të ndihmojnë? Këtë nuk e di. E shkreta ti, të lën gjithnjë vetëm fare, a? Mbylle gojën edhe shiko punën tënde. Do të kem prekur një pikë të nxehtë, a? Shumë mirë, kjo do të thotë se do të kap më shpejt. Luce brillante di stelle, fari luminosi lassù. Hanon, Lucia. Po jo, tani erdhën dhe dy të tjera. Ri këtu, vëglush, tani e rregulloj unë. Zëri i perlës jeshile. Film serial dhe nënçuar nga Shqiptinema në ndihmën e episodet në vazhdim vetëm në Shqiptinë. Magjia e zëra